Ndihma financiare për para dhe tetraplegjikët në Vlorë sot e papërfillshme. Kreu i kësaj shoqate në Vlorë, Hysén Muhameti, në një intervistë për Blu Televizion, ngres shqetësimin rreth problematikave me të cilat përballen sot shoqatat e invalidëve, duke prekur edhe ndihmën financiare. Paketa higjieno-sanitare apo kompensimi për energjinë elektrike sipas tij janë në vlera mjaft të ulta, duke bërë që kjo kategori të jetë në vështirësi. Një para dhe tetraplegjik sot në këto kushte merr 125.000 lekë të vjetra për paaftësinë e tij. Merr 200.000 lekë për paketën higjieno-sanitare, që ato janë mjete ndihmëse që i duhen me domosdoshmë personi me të shtrirë para dhe tetraplegjik, janë pampres, katetera, gjëra të tjera. Dhe merr edhe një kompensim dritash 26.000 lekë. Domethënë këto janë të gjitha lekët që merr një para tetraplegjik veç kujdestarisë. Është e përballueshme kjo? Nuk është e përballueshme, për një familje kuptohet një njeri smur para dhe tetraplegjik është barë, jo e familjes, po nëse do kishte fise sot edhe e fisit. Shoqatat e invalidëve në Vlorë apo edhe në vend shpesh e kanë ngritur zërin ndaj problemeve me të cilat të duhet të ndeshen, problematika të cilat ende deri më sot duket se nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje.